Në gjykatën themelore në Prishtinë, gjatë seancës së pasdites në gjykimin ndaj Naim Murselit, Kushtrim Kokallas dhe Granit Plavës, ky i fundit ka dhënë mbrojtjen e tij duke deklaruar se vrasja ishte kryer me marrëveshje me Murselin. Sipas tij, Murseli i kishte premtuar se do ta nxirrte nga burgu brenda 2 vitesh, duke pretenduar se ka ndikim dhe pushtet. Plava tha se nuk qëndron pranë deklaratës së dhënë më herët në polici, duke pretenduar se ajo ishte marrë nën presion. Ai shtoi se kishte vepruar sipas marrëveshjes me Murselin dhe se kishte marrë përgjegjësinë për rastin, ndërsa pretendon se ishte trajtuar edhe me injeksion pas intervistimit. Duke u përgjigjur pyetjeve të avokatit Skender Gojani, ai konfirmoi se ishte në dieni për veprën penale, por jo për viktimën konkrete. Sipas Plavës, Murseli i kishte thënë se për rastin ishte në dieni edhe Begjet Pacolli, duke theksuar se nuk do të qëndronte gjatë në burg. Ai pretendon se ishte ofruar punë me pagë 1.300 euro dhe një veturë luksoze, ndërsa kishte pranuar marrëveshjen për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Plava shtoi se vetëm të nesërmen kishte kuptuar se viktima ishte bashkëshortja e Murselit, duke shprehur keqardhje për ngjadhjen.